Pastaj unë kam pas tragedi në familjen time. Që përmbysi gjithçka. Në momentin që unë mendova se arrita diçka. Në momentin që unë bëra një koncert modest recital tek Akademia e Arteve me forcat e mia, pa mbështetjen e as kërkuj. Por që isha mirë vokalisht, që isha e arrirë mendimin e kolegëve të mirë, dhe më thonë, aty ku unë mendova se me vërtet u lodha, me vërtet sakrificet, po të paktën din Ja dola. Mirë po fatet pastaj i shkruan tjetër kush, në imi të pafuqishëm barati. Mbas 3 ditësh koncert, djali im humb jetën tragjikisht. Edhe aty pastaj. Aty që gjitha realitetet ndryshojnë? Aty ku unë në atë Kam koncert. kuptuar që nuk ka dhimbje më të madhe se sa të humbësh si prind një fëmijë. Aty kemi pas një moment në prova që edhe i them bashortit, tani ti ishe lodh me mua, ty të kam dhënë leje dalë shëtisësh vetëm pa mua se jam i e lodh. Edhe unë djali ishte i fejuar, ishte mirë, ishte në gjërat të arrira me të njerëzve, tani ne, aqësaj, ishin të arrira, edhe ju kërkoj që unë do të vazhdoj karrierën. Mua do më lini të vazhdoj karrierën, doja shumë për të pas për vetën time, por nuk, me fati nuk shtyesh dot.